tenton ta marrë natyrisht në plan të parë përgjigjen. Zoti Rustemi, mirë mbrëma dhe të faleminderit shumë që jeni direkt me neve. Mirë mbrëma, ju falenderit juve për mundësinë. Përshëndetje për gjithë. Po, të përshëndesim edhe ne këtu direkt, vetëm na keni krijuar një farë mjegull e çfarë po ndodh përsa i takon zgjedhjes së presidentit. Të herë u tha Konjufsa do të jetë vendimi i vetëvendosjes, nuk do të kandidohet Vjosa Osmani, më pastaj votat u ofruan për zonën Osmani, u mohuan nga presidenca dhe nga presidenca u tha se sa për sy e faqe po tentohet të merret kandidatura e saj. Çfarë po ndodh? Cili është zbërthimi kështu konkret për ta përndritur opinionin publik në këtë situatë, zoti Rustemi? Në fakt këto janë pjekje për ta hequr mjegullin edhe për ta përmbyllur procesin. Tashmë siç e dini ju dhe gjithë opinioni publik, menjëherë pas zgjedhjes së qeverisë dhe kalimit të buxhetit të marrëveshjeve ndërkombëtare, kryetari i Lëvizjes dhe kryeministri Kurti ka filluar diskutimet me përfaqësuesit e dy partive politike më të mëdha opozitare, me zotin Hamza dhe zotin Abdi Gjiku, në funksion të diskutimit për të ecur bashkërisht përpara për ta kaluar këtë proces dhe për ta përmbyllur çështjen e zgjedhjes së presidentit apo të presidentes. Pas takimeve të shumta, siç jeni të njoftuar ju dhe të atyre diskutimeve në fillim të thëna për parimet e principet, më vonë kemi parë që PDK ka insistuar që propozimi të vijë nga PDK dhe jo vetëm propozimi, po të dy propozimet të vijë nga PDK dhe presidenti të jetë nga PDK. Kjo natyrisht është lexuar si një lloj lëvizje PDK-s për të kaluar tek kandidatët për president të kandidatëve partijak, ndërkohë që ne jemi përpjekur vazhdimisht për të gjetur një figurë konsensuale për president apo presidente të Republikës. Apo i bie kjo zoti Rustemi që keni dashur t'i plotësoni dëshirën PDK-s apo çfarë? Jo, ne jemi përpjekur natyrisht në funksion të gjetjes së një figure konsensuale, ashtu siç është thënë opinion nga përfaqësuesit e partive politike opozitare. Po nuk e propozuat zonën Osmani, insistuat për zotin Konjufsa. Jo, pa ardhur deri tek zoti Konjufsa, po flas pak për proces.